Kemi plan të lidhëm fshatin me fshat. Në rënd parë do ta kemi një objekt të ekotherandës. Një ashtu do të jetë një objekt i zjarrfiksave që është shumë e rëndësishme. Njerë mas pari nuk pajtohem për arsye se Onoza është e kontraktuar dhe nuk ka mendom mjetë, është në përfundim. Në dy sheshe është i kontraktuar, është përfundim, domethënë këto dy projekte nuk ka mendom mjetë për arsye se i kemi mjetet. Ku do të shkojnë infrastruktura, kuptohet që kemi plan të lidhëm fshatin me fshat, pasi që shumë fshatra jemi para përfundimit të infrastrukturës rrugore. Kuptohet që do të bëjmë lidhjen e fshatra me fshatra. Do të investojmë sidomos në turizëm malor, domethënë që kemi plan me zhvillu turizmin malor. Një ashtu kemi edhe disa projekte që janë shumë rëndësishme në fshatet e komunës së Arekës. Në rënd parë do ta kemi një objekt të ekotherandës, një kompani që është ndërtu 5-0, domethënë që ka filluar të starton, ku do të marrë mbikëqyrjet të gjitha pronat publike, jo vetëm shtet, po edhe në komunën e Sarekës, po edhe në përfshatra, kuptohet ta merr përsipër edhe mbërmbajtjen e banesave, mbërmbajtjen e lyftave, kështu që do të jetë një kompani në interes të gjithë shtetarëve. Një ashtu do të jetë një objekt i zjarrfiksave, që është shumë e rëndësishme, pasi që zjarrfiksat janë ata të parë që marrin pjesë në shpëtimin e jetrave të njerëzve. Do ta kemi edhe një shkollë të re të 7 marsit që duhet i plotësojnë standardet. Sa kushtojnë këto projekte? Këto projekte këto i kam llogarit krejt, për shembull ekotheranda kushton diku 600.000 janë mjetet e dane, veç kemi startuar me punu. Objekti i zjarrfiksave është 850.000, 600.000 kemi donacion, kemi filluar me punue. Shkolla 7 marsit kushton 4 milion euro, edhe objekti domethënë stacioni i ri autobusave që do të bëhet kushton 1.9 milion euro, domethënë këtë kum para pa në kornizë që dikon vlera do të jetë mbi 25 milion euro. Mirë po të i falendru donatorët, çdo vit kem pas donacione që kem marrën dhe besoj që dikun investime kapitale do të ketë mbi 35 milion euro, ndërsa buxheti total i komunës së Arekës për 4 vite tashmë është pravarësisht 100 milion euro. Që kemi investuar në ekotheranda nuk është në kornizën afatmesme buxhetore. Është si projekt, është projekt. Ku? Unë e kom bërë si projekt 3, kem startu me punu, i kem da paret pi performancës, jemi të punu. Nëse ke startu, pse se ke fut në kornizë? Po i kom da mjetet me paret të performancës, jem dërëngdit në komuna e 3 për vitin e kaluar, kem marrë mjetet 960.000 euro, me ato mjetet jem të bërë objektin e ekotherandës.